Personi 60 i cili ndërroi jetë nga zjarri në Koçan është menaxheri i diskotekës Puls 29-vjeçari Aleksandar Karadakovski, i cili mjekoheshte në Lituani. Arsyeja kryesore nga e cila i ka vdekur sipas mjekëve është dëmtimi i rrugëve të brendshme të frymarrjes nga tymi që ka thithur. Ai ka pasur djegje në trup 36%, sidomos në fytyrë dhe qafë, dhe djegja ka qenë e shkallës së 2 dhe të 3. Gjithashtu edhe nga 1 prilli ati janë ndërprerë së funksionuari edhe veshkët dhe është vendosur në dializë. Sipas ministrit të shëndetësisë Arben Taravarit, ky rast ka qenë nga rastet më të komplikuara nga kjo tragjedi. Ky ishte në 4 personat në gjendje kritike, bile më kritik se gjithë tjerit ky rast. Kështu që vështirësimi dhe komplikimi paraqitet prej 1 prilli, kur nisin edhe veshkët mos funksionojnë dhe vendoset në dializë. Kështu që e pritshme në qoftë se dikën pritshim që ndron jetë, ishte mu ky rast që ishte më i komplikumi prej të gjithë rasteve kritike. Drejtori i spitalit Shënomi Ohrid Neboj Shanastov tregoi se Karadakovski ishte pranuar në këtë spital në orën 6 të mëngjesit ditën e tragjedisë, pas çka menjëherë është vendosur aparati për frymarrje artificiale, ndërsa brenda 24 orëve është dërguar në Lituani. Sipërfaqja totale e djegur e tij ishte rreth 36%, cilat parasëgjitësh ishin në kokë, qafë dhe ekstremitetet e sipërme. Djegja ishte e shkallës së 2 dhe të 3. Për shkak të tymit që ka thithur, janë dëmtuar organet e frymarrjes. Kolegët në Lituani, me cilët jemi informuar rregullisht, na konfirmuan se është konstatuar se një pjesë e madhe e sistemit të frymarrjes së Karadakovskit është dëmtuar për shkak gjendja është përkeqësuar dhe ai u ka nënshtruar plagëve të marra. Trupi i pajeti Karadakovskit, siç thanë nga Ministria e Shëndetësisë, do të transportohet në Maqedoni dhe se ato do të mbulojnë shpenzimet, kurse obduksioni i trupit do të bëhet në mjekësinë ligjore në Shkup. Në vend po mjekohen edhe 14 pacientë, prej të cilëve 5 sot lëshohen në shtëpi, kurse jashtë shtetit po trajtohen 69 pacientë, pasi sot kthehen 6, 2 prej Bullgarisë, 2 prej Spanjës dhe 2 prej Hungarisë. Rreth 20 pacientë janë në intubim, kurse 3 pacientë mbeten në gjendje shumë të rëndë.